Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tash dita e gjuma, pas namazit të qenis deri në akşam, është koha kur pranohet lutja. O Allah, të lusim ty me emrat e tua të plota dhe cilësit e tua të larta, që të ndihmosh popullin palestines. O Allah, ndihmoj musliman Palestinë, e sidomos në Gaza. O Allah, agresori sionist është duke shkatru tërësisht atë vend. Shkatroj ata, ashtu siç kanë tentuar me shkatru Gazën dhe Palestinën përgjithësi. O Allah, të gjitha kurthet dhe planet e tyre shkatroj. O Allah, ndihmoj musliman në Gaza, letoja vështirësitë, shëroj të sëmurit, të plagosurit, jepu xhenetin dëshmorëve, forcoj luftarët e lirisë, ndihmoj ata të korin suksese. O Allah, dridhe tokën në këmbët e ushtrisë agresore. Shloje hidhrimin tanë mbi ta. O Zot, trego fuqinë tone, sepse fuqia jonë më ka mbaru, neve veç duaja na ka mbet. O Allah, na gëzo me lajme të mira nga ato vende dhe shkatroj të gjithë ata që u ndihmojnë këtyre agresorëve.